Kjo a është kronologjike, doktoresh Dritë? A është rëndësishme cilat analizën lypen 3 muajt e parë, cilat 3 muajt e dytë? Sigurisht është me rëndësi, domethënë si cilat analizë. Apo varet nga organizmi. Na po flasmi për shembull tash kena me një rast që kemi pas bashkë me doktoreshën Lule, domethënë për nivelin e antitrupave, domethënë në përmend rubeolën për shembull, domethënë perëndim ekziston libreza shtatzaniste, domethënë edhe prej aty domethënë shkruan grupi i gjakut, për shembull hemoglobina, janë disa të tjerat, edhe ndërto domethënë është edhe rubeola. Domethënë automatikisht testohet që një grua shtatzane a ka nivelin e antitrupave të mjaftueshëm, pika parë domethënë a kanë të atë nivel IgG pozitive, edhe sa është niveli aty në antitrupave. Sepse nëse një shtatzane domethënë nuk e ka IgG domethënë pozitive, ajo është rrezikuar me infektu me virusin e rubeolës, edhe pasojat janë shumë të mëdha, si e përmenda pak më herët. Mirë po çështja është